Ja goca në si që u thash, kjo ishte daka jone për sot. Unë vetëm sa e kam provuar orizin, sa për shije, se unë për vetën time për darë kam ngra 1 kiwi dhe 1 finokjo. Dhe këtuja kemi skuqur 1 qep edhe 800 gram mish të grill. Kemi shtuar 1 shishe me salcë edhe 1/2 me ujë. E lem ragun që të zjej, nuk është tamam si raguja e lazanjeve, është me thjesht, nuk e pse ti edhe gjitha ato gjëra. Dhe këtuja i kam shtuar bizele. E të razojmë edhe lem që të zjej me gas të ullët, se duhet të zjej avash. Këtu kam zirë orizin. Shumë njerëz më thonë që pse nuk e lanë orizin, Atëre, unë orizin e blej tek kantina që punoj. Edhe është oriz 100% italian, edhe nuk ka nevoj për t'u larë. Është oriz që nuk ka nevoj që ta lash. Është oriz i pastër. Ne shqiptarët e kemi çik fiksim, ke pasur po s'lave mishin, po s'lave këtë, po s'lave atë, po që nuk është ashtu. Gjithsesi, unë kam vendosur orizin tek raguja, e përzjej mirë, edhe e kam vendosur në tepsi, kam vëm vetëm gjysmën e orizit. Në fund të tepsisë i kam vëm pak ragu. Edhe vetëm gjysmën, se gjysma do na duhet për pastaj. Dhe ja si që shikoni, si që kam hapur, këtu i kam vendosur 150 gram, 200 gram prosciutto, një gjë e tillë, se nuk e pash se sa ishte. Mund t'i vendosni sa të doni, mund t'i vendosni edhe më tepër, më pak, si të keni ju dëshirë. Unë për veten time i kam vendosur 1 paku me prosciutto. Duhet jetë aty te 200 gram. Me këtë dorën e majtë nuk punoj do të fare, vetëm se s'kam qa bëj sa të më shërohet ky gishti, se më jep shumë bezi, dhe kur kam pastruar shtëpinë kësaj radhe kam humbur shumë kohë. Tu i kam hedhur djathin, dhe pak e kam lënë për pjesën lartë. I kam shtuar dhe djath të grill, jo shumë, pak në mes, se i jep atë shijen e vet. Dhe këtu do shtojmë pjesën tjetër të orizit që të mbulojmë. Të vi me 2 shtresa gocani. Me këtë procedurë mund të bësh dhe arancina, normal duhet i bësh ndryshe, po që të themi të njëjtën shije, të njëjta ingredienti. Tu i vendosim djathin që lam lart, që të krijoj atë si tip krecke lart, si ta themi, krostate i thon këtuja. I kam shtuar dhe djathin e grill lart i kam hedhur më tepër. Nuk po mundohesha dhe detyrimisht përdora, pastaj thash, ta bëjmë më mirë kështu, ta hap me dorë edhe do t'ja dalë më mirë. Do mbaroj dhe më shpejt.
Edhe ja goca, si na doli tava e orizit. Tu I thonë risotto al forno, con ragù, prosciutto, mozzarella e parmigiano. Ja e këtu e nxjerrim nga furri. Unë sot po bëja gangstere me krahas shkurtra. Bësha kapa shpjeshtë e ngrohtë, sa ne kemi ndezu ngrohet edhe. Dhe ja si na doli orizi. Ja si që shikoni. Dhe unë këtu po mundohesha ta prisja. Ja si e kam prerë. Me gjithmonë kishte dalë super, unë kam ngrënë vetëm 2 pyronj, po kjo dieta është e mirë se normal për shëndetin ton, por në një krah tjetër kur ti gaton shumë gjëra të mira është shumë e vështirë gocani. Ja u them me gjithë shpirt, është shumë e vështirë. Këtu kam mbyllur atë kamerën se të diqte.